tjera, por ju e patë edhe vetë që zoti Konjuca u ngrit dhe tha që populli po të kërkan me u kthy shumë shpejt, do të është një lloj arbitraritetin në politik duke e interpretuar vullnetin qytetar, edhe të e marrë drejtën realisht me kriju kulte të individëve në politikë që ka qenë në fakt edhe rasti gjatë menaxhimit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Më falni, mua duhet jem shumë direkt si gjithmonë, po nëse ka pas një kryetar kuvendit të dështuar që nuk ka arrit të bëj as aspektin teknik të funksionimit kuvendit. 4 vite kemi qenë pa mikrofon, mos flasim për nivelin e papastërtisë deri në turpsi për mysafirët e huaj në përzyrat e kuvendit. Nuk mund të themi që ne po orientohemi në zgjidhje të mesme, sepse Konjuca është instrumenti i radhës i Kurtit edhe Dejona Mihajlit. E ka dëshmu për 4 vite dhe vazhdon të jetë. Nëse po flasim vetëm për një njeri që lëshon batuta të këndshme, atëherë nëse ajo e bën me meritokraci kandidat për kryeministër dhe ky është standardi i vendit tonë, le të diskutohet ajo punë. Por në kuptimin përmbajtësor edhe të efekteve që do vinë më pas, unë jam i bindur që ky është vetëm një lëvizje taktike për të blerë kohë dhe asgjë tjetër. Okej, Rama. Jo, vetëm Rama vëmendje zotin Abazi, më mbrëmë zotin Abazi. Vetëm një mos pajtim nga kjo që e tha për Glo Konjucën se e la këtë fajin për idenë e çastë që ka pas 4 vite sekretari i Kuvendit. Unë besoj që ai është një udhëheqës i Kuvendit dhe ka flet në gjumë më shumë opozite. Çka ka faj zoti Konjuca kur opozita ka flet deri në 6 muaj para zgjedhjeve aty. Ku është problemi? Po flasësh opozita. Unë nuk e besoj që zoti Konjuca diku t'ja ka ndal fjalën, si ka dhënë minuta ose ka dhënë keq ose diçka të tillë. S'e kuptoj ç'është është logjika që sapo e tha zoti Abazi. Po. E kuptoj. Nëse e ki për kritikë politike, në rregull, por atë kritika politike sipas meje nuk qëndron. Urdhro Abazi. Do të e kuptoj, kjo është shikimi nga jashtë edhe mund të ketë drejt në komentin e tij, po ideja është që kur marrim për bazë garantimin e funksionimit të komisioneve parlamentare, që është përfama e funksionimit të parlamentit, dhe veprimet konkrete të cilat kuvendi bashkë me komisionet duhet kryen si funksion për të mbajtur në llogaridhënie. E pat edhe raportin e progresit për vendit që pikërisht dëshmon këtë gjë që po e them sot, e kam thonë në vazhdimsi në parlament. Aty vetëm nuk ka pas punë parlamentare, nuk ka pas funksionim të Kuvendit të Republikës, aq më pak burim të pavarur të krijimit të legjislaturës. Zoti Konjuca ja ka lëshuar në dorë 100% në mënyrë të monopolizuar bërjen e ligjeve, amandamentimin e ligjeve dhe ka qitë jashtë lojës. Qoftë edhe një amandamentim të vetëm nuk është pranuar nga opozita. Tani e kuptoj unë që mund ta cilësoni që opozita nuk ka qenë në nivelin e detyrës të legjislaturës, po në fakt unë mendoj që duhet shikuar nga afër hapësirën